Përshëndetje miq, përshëndetje të nderuar bashkëdhetar. Këtu jemi në emisionin Zëri I Shqiptarëve të Kretës. Nga unë Luan Pacani, sot do të flasim dhe do të njihemi me një njeri, me një artist, me një muzikant, që I dha muzikës shqiptare në emigracion finesë, elegancë, dimension modern, por thellësisht njerëzor. Ai është Muharrem Maloku ose Profesor Rema, siç e njohim të gjithë në ishullin e Kretës. Muharrem Maloku e mori rrugën e dhimbshme të mërgimit në fillim të viteve 90. Atëherë, kur na dheun ton të dashur ndodhen ndryshimet e mëdha. Atëherë, kur nga dështimi I një mbarsje dhe bare shumë vjeçare, pylli I krahëve të punës, mendimi pashtershëm intelektual, njerëzit e artit, kulturës, shkencës, ju bashkuan rrëkeve të hemoragjisë kombëtare. Atëherë, kur ujrat e Mesdheut dhe Gjeut u nxin nga Gomore dhe Aniat, atëherë, kur deti u bë mal me njerëz dhe toka det me lodh, atëherë kur gërgjet dhe brigjet e maleve u nxin nga karavanet e njerëzve të dëshpëruar në kërkim të një jete e të ardhme më të mirë. Pikërisht në atë kohë emigroi dhe Profesor Rema, por me një ndryshim nga të gjithë të tjerët. Ai nuk harroi të merrte me vete violinën e tij të dashur, veglën muzikore që e kishte shoqëruar për shumë vite me radhë, bile mund ta themi që nga mosha 7 vjeçare. Ai jetoi e punoi për 32 vite në ishullin e Kretës dhe konkretisht në qytetin e Rrethimnos. Meloditë e violinës së tij u bën himne të shpirtit shqiptar në emigracion. Në meloditë e tij gjen mall, dhimbje, breng, dashuri, krenari, por mbi të gjitha forcën e kulturës, artit dhe muzikës shqiptare që nuk shuhen kur. Profesor Rema është pra një kujtesë e gjallë, është një histori suksesi që ne të gjithëve na bën krenar. Punoi e jetoi për vite me radhë dhe mësues në shkollën e muzikës. Natyrisht, mbas një përvoje të gjatë në orkestër e radio-televizionit shqiptar dhe në asamblin e ushtrisë në Tiranë. Të shkruash dhe të flasësh për Profesor Remën nuk do të mjaftonin faqet e një gazete apo minutazhi I një emisioni televiziv. Profesor Rema është emigranti ikon që edhe sot në moshën 84 vjeçare me meloditë e violinës së tij ngre pesh zemrat e shqiptarëve dhe jo vetëm. Ai di të bashkojë meloditë e violinës së tij me horizontin e shpirtit njerëzor. Këtë ditë, komuniteti shqiptar në Rrethimnon të Kretës e nderoi me titullin Nderi dhe krenaria e komunitetit shqiptar. Çdo fjalë e Profesor Remës tregon dashuri, tregon mirënjohje, tregon respekt, tregon atë që ai kaloi në vite në dashurinë e tij për muzikën, që e ka filluar që në moshën 7 vjeçare. Por një dashuri të pakufishme për njerëzit që e rrethojnë, një dashuri të pakufishme për atë dheun që la mbrapa, për atë dheun e ri që gjeti në ishullin e Kretës, kur thot me plot kuptim në fjalës, Kreta u shndërrua në atë dheun tim të dytë. Edhe pse vitet kalojnë dhe koha ecën me hapa kilometrike. Profesor Rema ka ngelur I ri, sepse është I ri në shpirt, në pasion, në mendime. Historia e Muharrem Malokut nuk është thjesht një histori personale, por ajo është një dëshmi e asaj se si dashuria për atë dheun, për artin shqiptar, marrin krah, marrin jetë, marrin vlera edhe në vetë huaj. Violina e Muharrem Malokut bie me zërin e atë dheut.
Tash po them pak për sa I përket aktivitetit dhe asaj çfarë kisha unë nga brenda vetes time, që ta jepsha me zemër e me shpirt. Jam I pari shqiptar që kam organizuar një grup artistik me muzikantët. I kam marrë muzikantët nga rruga, I kam marrë muzikantët, por falenderoj Dhimarqin e Rrethimnos dhe që më dhanë dorë vetëm që të ngrihesh si grup artistik. Edhe bëra një koncert me këngë. Emri edhe me postera me të gjitha ne I bëri falas bashkia e Rrethimnos. Ne I bëri të gjitha falas edhe sallën e koncertive ne e dhatë më të pa shpenzuar neve asnjë një lek nga xhepi jot, por koncerti mori vlera sepse u qyt udhtim me mall në të dheun tim. Ky koncert përmbante repertor këngësh popullore, duke filluar që nga Shkodra e duke ardhur me radhë qytetet me radhë të gjithë Shqipërisë, për çdo qytet nga një këngë të veçantë të qyteteve shqiptare, me Tiranë, me Durrës, me Elbasan, me Korçë, pastaj derisa arritëm në Dropull edhe në Gjirokastër me minoritetin e të gjitha, ishte një gjë fantastike. Në atë koncert, shqiptarët me gjithë ishin ilegal, pa letra, pa dokumenta, pa gjofare, prapë se prapë nuk u ndaluan që të hyshin në të koncert, e të gjithë erdhën me duke vallëzit kamurin e kush tonë shqiptarë. Mbas 32 vjetëve që jetova, është një jetë tërë, që unë jetoj këtu me këtë atmosferë, me këtë njerëzillek, me këtë dashurinë të këtyre njerëzve, u largova mbas 32 vjetëve, tash kam 2 vjetë që jam kthyer në dheun tim të parë Shqipërinë. Dhe jam Tiranë. Mirë po, du të them që prapë se prapë nostalgjia për Rrethimnon nuk mund të më largohet kaq kollaj. Erdha si vjet me pushime, kam takuar miq edhe shok pafundësisht. Dhe e kisha të nevojshme të mesha dhe njëherë aromën dhe ajrin e qytetit tim të dashur Rrethimno. Komuniteti shqiptar këtu në Rrethimno është një gjë madhështore që po merret me edukimin e fëmijëve për atë vetë dashurinë për Shqipërinë. Ja konkretisht sot kemi një aktivitet të vogël. I vogël nuk është. Unë thash që do të kishim se është edhe ditë punëve, njerëzit janë punëve akoma nuk kanë ardhur, po them këtë që tu kanë ardhur nga ambasada greke, nga ambasada shqiptare në Athinë, kanë ardhur 600 abetare shqip që fëmijët tonë të edukohen jo vetëm me gjuhën dhe kulturën greke, po të mësohen me gjuhën dhe kulturën tonë arbërore. Unë kisha kënaqësinë më kanë në këtu u njofta nëpërmjet një shoku që
që ai kisha ardhur para meje këtu, Rëshat Ysa, e kujtoj me nostalgji, se e kam pas tamam vlla. Ai më prezantoi, edhe unë e mëdhova pedagog në filharmoni, gjithashtu edhe në shkollën muzikës gjimnazi muzikor që është në Rethimno. Një kohë të gjatë kam punuar edhe në filharmoni e Rethimnos, edhe në shkollën e muzikës mbi 7-8 vjet. Kam kënaqësinë të them se disa nga nxënësit dhe studentët e mi që pata këtu në gjimnazin e muzikës, ato vazhdojnë tash studimet e larta në Francë, në Paris, në Gjermani, edhe në Athinë. Mbas 32 vjetëve që jetova, është një jetë tërë, që u jetoj këtu me këtë atmosferë, me këtë njerëzillek, me këtë dashurinë të këtyre njerëzve, u largova mbas 32 vjetëve, tash kam 2 vjetë që jam kthyer në dheun tim të parë Shqipërinë. Dhe jam Tiranë. Mirë po, du të them që prapë se prapë nostalgjia për Rethimnon nuk mund të më largohet kaq kollaj. Erdha si vjet me pushime, kam takuar miq edhe shok pafundësisht. Edhe e kisha të nevojshme të mesha dhe njëherë aromën dhe ajrin e qytetit tim të dashur Rethimno. Komuniteti shqiptar këtu në Rethimno është një gjë madhështore që po merret me edukimin e fëmijëve, për atë vetë dashurinë për Shqipërinë. Ja konkretisht sot kemi një aktivitet të vogël, i vogël nuk është. Unë thash që do të kishim se është edhe ditë punëve, njerëzit janë punëve akoma nuk kanë ardhur, po them këtë që tu kanë ardhur nga ambasada greke, nga ambasada shqiptare në Athinë, kanë ardhur 600 abetare shqip që fëmijët tonë të edukohen jo vetëm me gjuhën dhe kulturën greke, po të mësohen me gjuhën dhe kulturën tonë arbërore. Po në Greqi kam marrë në vitin 1991. Edhe kam marru shkollën e lartë në Shqipëri për muzikë. Kam punuar në orkestrën e radio-televizionit shqiptar. Edhe një kohë të gjatë kur erdhi mosha për ushtri, vajta
në ansamblin e ushtrisë. Me ansamblin e ushtrisë kemi qenë 2 violinistë që na kishin në plumb të dorës. Ka qenë i madhi e Tem Qerimi, edhe i dyti kam qenë unë. Për çdo aktivitet, trupa artistike që shkojshin për të pajsu shtetin tonë shqiptar në për shtetet ndryshme të botës, ishim vetëm 2 violinistë që ne përfaqësojshin Shqipërinë kudo. Unë dhe e Temi. Pastaj, kur erdha këtu në Kret, pata kënaqësinë që direkt sipas diplomës e sipas shkollës së Natë mirë, goca. Mirë pafshim. Më duke se s'ka nevojë për më folë më tepër, sepse në sa i shifni këto festivalot që kam në faqe. E ndi vetën me gjithmen shumë të emocionuar edhe shumë të respektuar. Nga shpirti dhe nga zemra ju uroj jetë të gjatë të gjithve sa jeni edhe suksese në punën tuaj fisnike. Me zemër e me shpirt falenderoj dhe mësueset vullnetare që po japin një kontribut edhe po hapin një dritë të papame këtu në Kret, që mungon të për vitesh. Po ja, është puna, mundimi edhe dashuria e këtyre mësuesve që nesër pas nesër kur të vinë në Shqipëri do të shpërblehet me nga ato gjyshet dhe nga ato gjyshet që jemi atje, kur të thonë fëmijët tanë në gjuhën shqipe, mirë mëngjes, jo kalimera. Unë për violine nuk di që them. U rrita me te, e kam filluar në moshën 6 vjeç. Pedagogu i pari imi ka qenë i matë, Nazmi Maloku. Edhe i kishte mbaruar akademin lartë në Itali. Edhe ka qenë një ndër pedagogët e parë të liceut artistik në Tiranë. Ai më dha mësimet e para, ai më poti, ai më ushqeu me këtë gjë të pakrahasueshme, me këtë gjë kaq të bukur, me artin, me muzikën, saqë muzika dhe violina për mua u bën pjesë përbërëse e trupit tim, u bën molekulat e gjakut tim. Unë nuk mund të jetoj dot pa violinën. Edhe, kështu që çfarë kam unë në vetvete, për sa i përket dashurisë edhe atyre performancave kudo që kam qenë që kam marrë dorë trotitet, po them që kam kënaqësinë që me organizimin e shoqatës shqiptare këtu në rrethimno, edhe unë mundohem të jap një të vogël, një grimës të vogël shpërblimi për atë dashuri që më ka dhënë gjithë këto shqiptarë. Unë në Greqi kam marrë në vitin 1991. Edhe kam mbaru shkollën e lartë në Shqipëri për muzikë. Kam punuar në orkestrën e radio-televizionit shqiptar. Edhe një kohë të gjatë kur erdhi mosha për ushtri, vajta në ansamblin e ushtrisë. Me ansamblin e ushtrisë
kemi qenë 2 violinistë që na kishin në plumb të dorës. Ka qenë i madhi e Tem Qerimi, edhe i dyti kam qenë unë. Për çdo aktivitet, trupa artistike që shkojshin për të pajisuar shtetin tonë shqiptar në për shtetet ndryshme të botës, ishim vetëm 2 violinistë që ne përfaqësoheshin Shqipërinë këto. Unë dhe e Temi. Pastaj, kur erdha këtu në Kretë, pata kënaqësinë që direkt sipas diplomës e sipas përshëndetje nga qyteti rrethim në ishullit të Kretës në Greqi. Kam kënaqësinë edhe nderin që t'ju përshëndes të gjithëve. Greqia për mua është bërë atë dheu i dytë, sepse jetova 32 vjetë dhe kam bërë më duket një farë emri këtu, që më nderojnë edhe më respektojnë të mëdhej e të vegjël. Përshëndetje nga qyteti rrethim në ishullit të Kretës në Greqi. Kam kënaqësinë edhe nderin që t'ju përshëndes të gjithëve. Greqia për mua është bërë atë dheu i dytë, sepse jetova 32 vjetë dhe kam bërë më duket një farë emri këtu, që më nderojnë edhe më respektojnë të mëdhej e të vegjël. Përshëndetje nga qyteti rrethim në ishullit të Kretës në Greqi. Kam kënaqësinë edhe nderin që t'ju përshëndes të gjithëve. Greqia për mua është bërë atë dheu i dytë, sepse jetova 32 vjetë dhe kam bërë më duket një farë emri këtu, që më nderojnë edhe më respektojnë të mëdhej e të vegjël.